Shkoza. Drejtuesin politik të qarkut Lezhë në kryetarin e partisë Agron Gjekmarkaj. Si fillim ja jap fjalën kryetarit të Degës Edmond Shkoza. Të nderuar qytetarë të Kurbinit, të dashur demokratë dhe demokrate, zonja dhe zotërinj. Është një nder i veçantë të përshëndesim sot Është një nder i veçantë të përshëndesim sot personalitetin që nuk u përkul kurrë dhe që i riktheu opozitës shpresën dhe betejën. Shqipërisë fatin historik, modelin e lartë se si interesat kombëtare nuk negociohen kurrë. Profesor Doktor Sali Berisha. Përshëndes drejtuesin e qarkut Lezhë, i cili me përkushtim ka mbrojtur kauzat tona, Profesor Agron Gjekmarkaj. Përshëndes deputetët qarkut, Elda Hotin, Kastriot Pirolin, Gjin Gjonin, si dhe ata që nuk fituan këtë herë, por që me punë dhe integritet dhe sakrificë mbajtën gjallë forcën e Partisë Demokratike dhe shpresën e qytetarëve. Një falënderim i madh shkon për strukturat e Partisë Demokratike Kurbin, për kryesin, aktivistët dhe çdo demokrat që nuk u dorëzua përpara presioneve dhe që mbajti parimet dhe dinjitetin, krenarinë dhe shpresën. Dhe mbi gjitha, dua të falenderoj qytetarët e vendosur të Kurbinit që morën pjesë me përgjegjësi në procesin e votimit, që ndruan të palëkundur përballë blerjeve dhe presioneve dhe që nuk u shitën. Pa ju kjo fitore nuk do të ishte e mundur. Rroft Kurbini, rroft Partia Demokratike, rroft Shqipëria. Faleminderit kryetar. Ja fjalën drejtuesit politik të qarkut të Lezhës në kryetarit Partisë Demokratike Agron Gjekmarkaj. Të nderuar demokrat e qytetarët e Kurbinit, i nderuar profesor Doktor Sali Berisha, të nderuar deputet Hoti Piroli e Gjoni, i nderuar kryetari Degës Kurbin Zoti Shkoza, Doktor Berisha, a e shikon